Nëse vuani nga diabeti, ja si ta përdorni qepën për të ulur sheqerin e lartë në gjak. Mbajtja nën kontroll e niveleve të sheqerit kërkon konsumin e perimeve që përmbajnë pak nisështe, kalori dhe karbohidrate. Qepa është një perime që plotëson këto kushte dhe rrjedhimisht mirëmban nivelet e sheqerit në gjak, citon WebMed. Por cili është roli i qepës kundër luhatjeve të niveleve të sheqerit në gjak? Qepa është një burim shumë i mirë i ushqyesve të nevojshëm për organizmin. Me pak fjalë bëhet për elementet e fibrës, vitaminave të kompleksit B dhe antioksidantëve që ajo i përmban. Një filxhan çaji me qep të grira ofron të paktën 46 kalori, 10 gram karbohidrate, 2 gram fibër dhe 1 gram protein. Të gjitha këto elementë shumë të rëndësishëm në aktivitetet tuaja ditore dhe jo vetëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ky racion plotëson 14% të nevojës ditore të vitaminës C, 7% të nevojës ditore të manganit dhe vitaminës B6 dhe 5% të nevojës ditore të folatit. Sulfuri, që gjendet në shumicë të qepa, ka efekte të jashtëzakonshme në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, citon WebMed. Por sa duhet jetë niveli i sheqerit në gjak? Ekspertët thonë se nivelet e sheqerit në gjak konsiderohen normale kur ato janë më pak se 100 mg për decilitër, ku njeriu nuk ka ngrënë ose të paktën nuk ka konsumuar ushqim për 8 orë. Pas ushqyerjes, këto nivele duhet të qëndrojnë te më pak se 140 mg për decilitër. Gjatë ditës, nivelet e sheqerit ulen sidomos përpara vaktes, duke arritur në 60, 70 dhe 90 mg për decilitër. Por si mund të konsumoni qepën në dietën tuaj? Ekspertët rekomandojnë përfshirjen e rregullt të qepës në regjimet tuaja ushqimore. Ato mund t'i përfshini në sallata, në gatime ose me peshk ose me mish, ose t'i kaurdisni lehtë dhe t'i përfshini në salca të ndryshme. Shoqata Amerikane e Diabetit rekomandon ngrënien e deri në 3 ose 5 racione me perime pa nisështe në ditë. Megjithatë, në rastin e qepëve nuk mund ta përdorni shumë sepse gjithsesi qepët rrisin nivelin e karbohidrateve. Për shembull, 2 filxhan çaji me qepë të grira ofrojnë 20 gram karbohidrate. Qepa është një stabilizuese e mirë e gjendjes suaj, por kjo nuk do të thotë se duhet të hiqni dorë nga medikamentet e përshkruara nga mjeku për ta përdorur qepën ndaj diabetit, por ajo mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e luhatjeve të pakontrolluara të sheqerit në gjak. Të gjitha llojet konsiderohen si burime të mira të lëndëve ushqyese. Vitamina C ndihmon trupin tuaj të shndrojë dhe të forcojë enët e gjakut edhe për pjesë të tjera të ditës, gjithashtu edhe antioksidantët luftojnë radikalet e lira. Këto molekula në trupin tuaj prodhohen që ndonjëherë mund të shkaktojnë edhe dëme. Ekzistojnë rekomandime që 19 mg vitaminë C në ditë është më se mjaftueshme. Kjo është vlera ditore ose sasia e një lëndë ushqyese që duhet të përpiqeni të merrni çdo ditë. Një qep në mallësi mesatare ka 9 deri në 18% të vlerës ditore për vitaminën C. Qepa përmban fibra. Qepa ka 2 lloje të fibrave dietike dhe probiotike. Një filxhan me 12 deri në 21 gram qep mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë e fibrave. Ajo ofron antioksidant. Të gjitha qepët kanë në quercetin një përbërës flavonoid që është një antioksidant shumë i rëndësishëm. Quercetin ka veti të mira anti-inflamatore dhe ndihmon trupin të prodhojë vitaminën E dhe e mbron atë nga forma të ndryshme të radikaleve të lira. Qepa në dietën tuaj të rregullt ushqyese do të ofrojë vitaminën B6. Një qep mesatare ka rreth 8% të vlerës ditore të vitaminës B6 rekomanduar nga ekspertët. Vitamina B6 ndihmon trupin tuaj të formojë edhe qelizat e kuqe të gjakut. Ajo gjithashtu zbërthen proteinën dhe mund të jetë e dobishme për gratë të cilat kanë të vjella në mëngjes. Qepa e papërpunuar është akoma më e shëndetshme për organizmin tuaj. Qepët do të përfitojnë më shumë vlera për organizmin. Pritini dhe hidhini ato në sallata ose edhe në omleta, ose shtojini ato në perimet tuaja të sanduiçit. Mund ta kaurdisni qepën për të zbutur, por pa humbur shumë prej vlerave të saj. Qepa e gatuar nuk jep të njëjtat vlera si qepa e freskët, citon WebMed. Ndaj, për të përfituar më shumë nga vlerat e saj, sigurohuni që të konsumoni qepën e freskët.
Qepët përmbajnë edhe një përbërje që mund t'i bëjnë sytë tuaj të lotojnë. Pjesa më e madhe është tek rrënja. Nëse qepët e papërpunuar janë shumë të forta për ju, coptëzojeni dhe zhytini në ujë të ftohtë për 30 minuta për të paksuar veprimet intensive të djegjes së syve, dhe kështu qepën mund ta ktheni në një aleate të vërtetë të organizmit, citon WebMed. Qepa është një nga perimet më të mira ushqyese në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë. Për ekspertët, qepa është një ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm për përdorime në kuzhinë. Qepa është një mburojë shumë e mirë e organizmit tuaj edhe kundër problemeve kronike. Bashkë me shegë dhe çajin e malit që cilësohen nga ekspertët si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditën ndër ushqimet më superiore për organizmin. Qepët kanë aftësinë parandaluese dhe janë të dobishme në parandalimin dhe trajtimin e shumë llojeve të problemeve kronike, siç janë ato koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është shumë e rëndësishme kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi, gjithashtu edhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në rritjen e vlerave të sistemit imunitar, në funksionin e shëndetshëm të hormoneve të tjera. Qepët janë aleate të mira të shëndetit të zemrës dhe si të tilla do të konsumohen edhe si një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese. Qepa arrin të mbrojë zemrën më mirë se sa produktet të tjera, ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirëmban gjithashtu nivelet e duhura të tensionit të gjakut. Qepa është një mike shumë e mirë edhe për personat të cilët do vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak duke e bërë atë një aleate të organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe problemeve të ndryshme të mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumohet së paku një qep çdo ditë. Falë qepës zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave. Ndaj duke ngrënë qep, ju do të përmirësoni luhatjet e sheqerit në gjak dhe peshën e mirë trupore. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme dhe mund t'jap gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepa e freskët përmban shumë substanca të rëndësishme, të cilat do ta mbrojnë në shëndetin tuaj në tërësi. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive të saj mbrojtëse. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime, në peshk ose edhe në mish, dhe vlerat që do t'i jap ajo organizmit tuaj do ta kthejë në një prej elementeve më të fortë ushqyes në mbrojtjen e komplikacioneve dhe lehtësimin e shqetësimeve të tyre. Qepët mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për sa kohë nuk janë në masë të tepruar në dietën tuaj. Qepët janë të mira gjithashtu në forcimin e kockave. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm për kocka, ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe rrisin dëndësinë e kockave, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e masës kockore. Qepa do të luftojë bakteret e dëmshme. Qepët kanë veti të fuqishme antibakteriale. Përbërësit e saj si quercetin janë veçanërisht efektive në neutralizimin e bakterieve të dëmshme që mund të shkaktojnë infeksione dhe inflamacione të organizmit. Nëse e përfshini qepën si duhet në dietën tuaj, atëherë ndikimi i saj në mbrojtjen e shëndetit tuaj do të jetë më e larmishme dhe do të mbajë larg shqetësimet e njëpasnjëshme. Sigurohuni të konsumoni qepën e freskët sa më natyrale. Ndikimi që do t'i ofrojë shëndetit do ta kthejë atë në një prej produkteve më të qëndrueshme në mbrojtjen e vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepa është një aleate shumë e mirë për tretjen dhe për shëndetin e zorrëve. Qepët janë një zgjedhje ideale për të përmirësuar tretjen. Janë të pasura me fibra dhe prebiotik të cilët janë thelbësor në funksionin e duhur të shëndetit të zorrëve dhe rritjen e bakterieve të mira. Këto prebiotik mbrojnë në procesin e tretjes, reduktojnë inflamacionin dhe forcojnë sistemin imunitar. Sigurohuni që qepët i konsumoni me maturi dhe të jenë sa më natyrale në dobi të shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj të shëndetit të përgjithshëm.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.